Të nderuar bashkëqytetarë, në emër të degës së Partisë Demokratike PUK, jam sonte para jush për të shprehur indignaden mbar qytetare për një akt të paprecedent, të pandodhur gjatë këtyre 25 viteve këtu në qytetin e Pukës, konkretisht e jashtëquajtura reformë në drejtorinë e shërbimit spitalor në Pukë. Me një të rënd të lapsit, nga 400 militant, janë larguar nga puna 42 punonjës që kanë marrë njoftimin dhe 5 të tjerë janë në pritje, infermierë, sanitarë dhe personel ndihmës, pa respektuar asnjë kriter dhe pa bërë transparencë procedurën e ndjekur. Dua të informoj opinionin publik se Partia Demokratike Dega PUK, duke u bashkuar me zërin e revoltës se çdo punonjës të larguar, kanë ndjekur me vëmendje situatën e krijuar dhe konkludon se 1. Nga drejtoria e shërbimit spitalor PUK, konkretisht, drejtori i saj ka shkelur në mënyrë flagrante ligjin për një procedurë të tillë, duke mos respektuar asnjë kriter, por duke patur busull orientimi listat e servirura nga kryetari i Bashkisë PUK. 2. Çdo punonjës i larguar tashmë ka të qartë se largimi nga puna është bërë mbi baza tërësisht selektive dhe klienteliste, sipas një skeme të mirëmenduar dhe të paralajmëruar në analizën vjetore të këtij institucioni nga treshja ogurkeqe e administrimit të veprimtarisë institucionale, ekonomike dhe politike që populli ka filluar t'i etiketojë me inicialet GEM, John Enver Marash. Kjo xham e buruar nga kryetari i Bashkisë, nën prefekti dhe drejtori i shërbimit spitalor, jo vetëm që kanë lënduar rënd personat dhe familjarët e tyre, por me mënyrën e sjelljes së tyre për këtë rast kanë irrituar mbar opinionin qytetar. I bëm me dije se dega e Partisë Demokratike PUK do të ndjekë të gjithë procedurën ligjore ndaj drejtuesit të institucionit si dhe njëkohësisht fton të gjithë qytetarët pa dallim binjesh politike që t'i bashkohen aksionit mbar qytetar në mbështetjen e këtyre punonjësve që padrejtësisht sot janë në mëshirë të fatit. Në mënyrë të njëhershme kërkojmë që Bashkia e PUK dhe kryetari i saj të distancohen nga zullumet që po i shkaktojnë këtij komuniteti duke e marrë peng me metoda revanshiste dhe duke prishur standardet e vlerave më të mira të bashkëjetesës model të këtij komuniteti në funksion të instalimit të oborrit dhe oligarkisë së tyre. Tashmë është e qartë për gjithë se drejtimi i duhur i trompetuar nga rilindja në pushtet po sjell më shumë varfëri, pasiguri dhe dhunim të dinjitetit njerëzor. Nisur nga kjo situatë e krijuar, dega e Partisë Demokratike PUK kërkon që 1. Drejtori i shërbimit spitalor të dalë nga arratia dhe strugja dhe të bëjë publike kriteret e ndjekura për reformën e bërë. 2. Zbardhjen dhe bërjen publike të protokollit të mbajtur nga Komisioni i Reformës për secilin punonjës të larguar. 3. Prokurorisë rreth PUK fillimin e procedimit penal për drejtorin e shërbimit spitalor në kushtet e veprës penale të shpërdorimit të detyrës. 4. Ministri i Shëndetësisë zoti Beqaj të marrë masa të menjëhershme administrative ndaj shkelceve të ligjit në drejtorinë e shërbimit spitalor dhe të ftojë publikisht të marrë pjesë dhe të bëjë kontakte direkte me të gjithë personelin e larguar. Ndërkohë, të gjithë punonjësve të prekur nga kjo e jashtëquajtur reformë, dega PUK e Partisë Demokratike siguron mbështetjen pa rezerva në të gjithë betejën ligjore që të ndiqet në vijim. Dega e Partisë Demokratike PUK dhe opinioni qytetar është i bindur se largimet nga puna të ndodhura këtë ditë dhe më parë kanë të vetmin motiv, atë politik, dhe drejtuesit pengmarrës din ta shprehin me metoda bajraktariste dhe me mentalitet kooperativist ideologjik të mishëruara më së miri në ish sistemin komunist. Garantojmë opinionin publik se dega e Partisë Demokratike PUK do të vijojë me komunikimin e vazhdueshëm me qytetarët, duke ofruar zgjidhje dhe alternativë për daljen nga ky çor sokak ku duan të na zhysin oligarkia e sotme në pushtet, duke mbrojtur vlerat qytetare dhe dinjitetin njerëzor të pukjanëve. Faleminderit.